Ish agenti i FBI-s Charles Mengonigall i dënuar tashmë në SBA ka pasur lidhje të ngushta me kryeministrin Edi Rama dhe njerëzit e tij të afërt. Ai pranoi se ka marrë $225,000 nga Agroneza, ish agenti i shërbimit sekret shqiptar, i njohur për lidhjet e tij me pushtetin e Edi Ramës. Mengonigall, një figurë kyçe në hetimin Crossfire Hurricane kundër Donald Trump, është akuzuar për përdorimin e pozicionit të tij në FBI për të favorizuar interesat e qeverisë shqiptare dhe për të ndihmuar Ramën në eliminimin e kundërshtarëve politik. Ky skandal është rikthyer në vëmendje pas firmosis së një urdhri ekzekutiv nga Donald Trump, i cili urdhëroi FBI-n të deklasifikojë dokumentet e hetimit Crossfire Hurricane. Ky hetim nisi në vitin 2016 për të shqyrtuar nëse fushata e Trumpit kishte bashkëpunuar me Rusinë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale. Trump e cilësoi këtë hetim si një sulm politik dhe një manipulim të drejtësisë amerikane. Emri Mengonigall përmendet në këto dokumente pasi ai jo vetëm kishte një rol të rëndësishëm në hetimin kundër Trumpit, por njëkohësisht ishte i përfshirë në veprime të dyshimta në Shqipëri. Ai mbante kontakte të rregullta me kryeministrin Edi Rama dhe këshilltarin e tij jo zyrtar Dorian Duçka, duke përdorur pozicionin e tij për të ndikuar në vendime të rëndësishme. Zbulime të reja nga deklasifikimi i dosjeve pritet të sjellin më shumë dritë mbi përfshirjen e Mengonigall dhe mënyrën se si Rama ka përdorur këtë lidhje për qëllime politike. Ky zhvillim ka shtuar dyshimet për ndërhyrjen e qeverisë shqiptare në çështje të drejtësisë amerikane.